Këtë monolog e kam për mësuesit, duke falënderuar Suelën, këtë monolog e kam për mësuesit. Mësues të dashur, kam një pyetje për ju. Qa u bëni nxënësve në klasë që kur vinë student nuk mund të shprehen, nuk mund të flasin, nuk mund të i përgjigjen një pyetje? Unë do i lutesha shumë që t'i lejoni ata të shprehnin mendimin e tyre, pa i vënë lojë, pa i tallur, në mënyrë që ata të rriten si individ të shëndetshëm në shoqëri. Së dyti, kam një pyetje për organizatorët e olimpiadave. Ore, po ju pse si bëni mirë ato problemet e olimpiadave? Keni gjetur vaktin të talleni me kalamajt tanë, me më të mirët prej tyre? A e dini ju pse rumunët dalin gjithmonë të parët në olimpiadat e matematikës? Sepse ata investojnë për fëmijët e tyre dhe nuk tallen me ata, siç tallemi ne. Pyetja e fundit është për gjithë shoqërinë. A e dini ju se çfarë ndodh një shoqërie që çdo vit i ikin jashtë shtetit me mijëra nxënës të shkëlqyer? Përgjigjja është e thjeshtë. Pyeteni veten se si do ndiheshit ju po t'ju ishnin 7 lëkurë. Faleminderit për vëmendjen, shihemi të premten e ardhshme.